Përshëndetje shikues dashur. Për shkak juve që jeni në ndjek përmes Klan Kosovës si çdo shtunë prej orës 22 deri në orën 1 milion dhe ju që jeni online përmes kanalit tim zyrtar në YouTube me Shukën dhe na shohini në faqen tonë zyrtare në Facebook. Jeni hej me Shukriun e Vodkël edhe Let It Rain me Red Rain me të Shamir. Kësaj here shkoj me lajme super ekskluzive. Let's go! Për herë të parë, gjatë krejt kësaj hallakame të madhe e cila është u bë për zgjidhjen e krizës presidenciale, Shuki Press ekskluzivisht për ju zbulon konspiracionin më të madh shqiptar. Konspiracioni është shumë i thjeshtë. Janë dy kyha. Ky. Konspiracioni i Kadris. Burime të afërta me Kadri Veselin, por poshtu, burime të sigurta të Shuki Press, ju e dini që unë nuk jam Shiku, por jam Shuki, na bëjnë ditur se krejt kjo krizë dhe krejt kjo ngërç politik është të ndodhur për një arsye, që Kadriu të bëhet president. Ky është pra ajo. Ky konspiracioni i Kadriut. Ju pyetni pse, ju pyetni qysh, po është edhe ta ndjekim ngërçin mas pari. Pauz një moment, ju lutem tërpo. Avash, dëgja, sigurimi, kush ju tha me ju lutem, dili jashtë sigurimi, dili jashtë shpejt. Dëgja, sigurimi dili jashtë. Ju pyetni qysh, pse, po s'ka mundësi, se Kadrushi është kryetari i kuvendit, Kadria kryetar i kuvendit, konspiracion, 4 kyha, për në dalim pse 2 kyha, po thënë. Po shumë e thjeshtë e. Kur je i bën dyat. Pra, shikues dashur, i gjithë konspiracioni është të, ju tha ma herët. Pra ju mendoni edhe një muhabetet që jo po sepse nuk ka më pra, kanë kaluar ato vakte, nuk ka më as sallë alternative, as mbledhje tjera. Opozita, e cila del dhe gjithë kohës na thotë se jo demarkacioni, jo zajednica, jo bisedime me Serbinë, nuk ka këtu asgjë tjetër. Kjo krejt është një konspiracion i brendshëm. Pra, Kadri, konspiracioni kadro për kryetar të Kosovës. Opozita në bashkëpunime, Kadri Veselin nga burime të afërta të Shuki Press, na njoftojnë se i gjithë ky bllokim me vezë, me gazet sjellës, me 1 milion 3 pa tjerë vëlla, bëhet vetëm për një arsim dhe një bëhet vetëm për një arsim. Bëhet vetëm për një qëllim dhe një arsye. Kisha lutem, tërpo. Që kyhe të bëhet kë i kyhet. Kadra për kryetar të Kosovës i gjithë ky konspiracion. Pra, përveç 2 kandidatëve dhe konspiracion që sa po zbuluam, i dim edhe kandidat tjerë të cilë po na pikin si rrushi. O pik. Kryetar nuk bosh, kryetar lind. E kemi presidentën e cila është në detyrë për momentin, është fjala për Atifete Jajagën. Shohim edhe faqen e saj Facebook zyrtare. Atifetja e cila tashmë dhe ma pak se 1 muaj i ka lënë mandati. Nuk është më kryetare, por ajo vazhdon fushatën e saj. Asnjëherë më herë nuk e kemi pa Atifetën që shkon në çdo qytet edhe kthes të Kosovës. Tashmë ajo është teren. Shuki Press edhe njeri në thënë. Nuk është dhe rastësisht. Krejt është kjo konspiracion.
Përveç atij fetës, e kemi Gjëshklunin, i cili në mënyrë oficiale, pra, edhe si mbasë koalicionit që është bërë të cilat marrëveshjeve, pra, Hashim Thaçi do bëhet president i Kosovës. Por, përveç Hashimit, kemi kandidat tjerë. Është i pandalshëm, insiston në mënyrë konsistente me gjitha ato peripetit të cilat i ka, si kandidat i pavarur, është fjala për Serem Gjezhin, i lindur, edhe ky është. Por vetë Serembit e kemi edhe pruri, janë izbibët për krastit e tij. Ismet Ebibi, që tani më ka shpërthyer totalisht në skenën politike të Kosovës, po për Ismetin do të flasim edhe emisione tjera. Përveç Ismet Ebibit, tani më është oficiale. Kemi një person tjetër, i cili është në garë për president të Kosovës. Adnan Merovci. Adnan Merovci, që një truproje, bodyguard, asistent personal i të madhit Ibrahim Rogova. Tashmë kthehet me shkollën e tij të mëshme. Shikues dashur, i kena gjitha kandidat për president të Kosovës. Është një rubrikë speciale të cilën do ta hapim për ju. Jemi fiks në fund të janarit dhe në fillim të shkurtit. Një muaj madh për Kosovën. Shën Valentini, pavarësia e qebesa edhe zgjedhja e presidentit. Me që kemi gjitha kandidat dhe kundër kandidat, e shpalli të hapën garën live dhe publikisht me që dhe Shamir. Kësaj here, gjithë ju të cilin të në ndjek, është koha që të kandidoni. Është koha që ta bëni jo për vete, jo për mu, për Kosovën. Pra, telefona në dorë, me kamera po me çka do që keni mundësi, ju lutë shumë. Pra na shkruni në faqen tonë zyrtare në Facebook me Shukin, një video selfie, një laf, 2 fjalë ose 2 premtime të cilat ju ja bëni popullit e Kosovës, shokëve dhe shoqeve tuaja, miqve dhe dashamirëve dhe mu personalisht. 2 premtime, incizojeni vetveten dhe na çoni një video të shkurt, pra video selfie, me Shukin e gmail.com ose në Facebook me Shukin. Bëhet shumë thjesht Përshëndetje, jam Mentor Shuki, jam udhëheqës emisionit me Shukin. Më votoni mua për president të Kosovës. Ju premtoj që do të keni emisione më të mira, seks më bollëk, do të keni lek më shumë, të paktën kurrë të qeshur sa doni. Kjo është mënyra që mund ta bëni këtë. Tepër e thjeshtë. Më e thjeshtë ta bëhet. Sa jemi të kryetarët, edhe njëre përsëris, lind nuk bosh. Këta na e vërteton edhe musafirin në studio. Ta ndjekim kush është. Let's go!